Mundet që njeriu të lind pa tru? Po, ka ndodhur dhe tani po ju tregoj këtë histori të çuditshme. Si gjithmonë kush është rastisht dhe nuk e ka bërë, le t'i bëj like faqes si të shihemi sërish dhe më falni që e them gjithmonë, por ka disa që shikojnë këto video dhe nuk i ka bërë like faqes. Juve nuk kushton gjë, për ne është një diferencë e madhe, kështu që ju faleminderit që jemi për bashkë. Në vitin 2011, një grua angleze mbeti shtatzane. Mbeti shtatzane, por ajo i kishin thënë që kishte komplekse, pra nuk mundej që të lindte fëmijë, por meqense ajo mbeti shtatzane, dëshiroi që ta mbante. Mjekët, teksa i bënin vizita, i thanë mos e ço përpara gravidancën, sepse mund që të ndodhin probleme edhe ty. Por ajo, shumë kur ajo e fortë, vazhdoi që të mbante gravidancën dhe lindi fëmia. Noah Wall. Noah lindi në vitin 2012 ndjes. I kam në gjuhë të tjera, në trurin tim, në gjuhë italiane, më falni. Lindi në vitin 2012 Noah dhe e quan që të bënte një kontroll. Çudia është që po ta shikoni në fotot, gjithë kafka e tij, me një fjalë, shikoni kafkën e tij, por brenda kafkës është bosh. Pra, ai kishte 2% të trurit. Po, e dëgjuat mirë, vetëm 2% të trurit. Po si mund të jetoj njeriu vetëm me 2%? Në fakt, mjekët e kishin paralajmëruar gruan që Noah nuk do të zgjaste shumë dhe do të largohej nga kjo jetë. Po a mbijetoi Noah? Ndiqeni. Me kalimin e ditëve, qoftë nëna, por edhe nëna me një kuraj dhe me një vullnet të paparshëm, ajo ditë për ditë pranë djalit e çonte në terapi, e quan gjithandej, i jep një forcë, djali normalisht që filloi që të merrte pak veten, por e çuditshmja është që ai nuk mund të ecte dot. Në fakt i gjetën një karrocë nga këto për invalid dhe vazhdoi që të qëndronte në karrocë. Por me kalimin e kohës, në 6 vjet, pra për 6 vjet rresht, me gjithë ato peripeci, me gjithë ato forca, me gjithë ato ndihma që i bën që të gjithë, jo vetëm mjekët, jo vetëm nëna edhe babai, por edhe disa shoqata të ndryshme e ndihmuan Noan dhe pas 6 vjetëve Noa rekuperoi 80% të trurit. Pra truri u zhvillua, u modifikua vetë dhe u rigjenerua. Është merë ta mendosh se si një tru mund që të gjenerohet. Pra, fëmia nuk e kishte trurin dhe krejt papritur, truri dal nga dal u rigjenerua. Ky është një fakt që tregon haptazi që natyra është ta i kalon mendjen njerëzore miliarda herë. Ne kemi lindur nga kjo natyrë. Dhe natyra na ka dhënë dije, na ka dhënë shikimin, na ka dhënë ndjenjat, na ka dhënë çdo gjë. Dhe ne na duket sikur jemi më të fortë sepse ne lozim me natyrën, ne lozim me njeriu dhe bëjmë eksperimente. Por ky është një nga ato fakte që tregon haptazi se sa e fortë është natyra dhe sa e çuditshme është natyra. Megjithatë, disa prej jush do pyesin, po a mbijetoi Noa? Noa jeton ende sot dhe ka rekuperuar shumë. Bile edhe ndonse në shoqërinë e sotme ofendojnë, fyejnë shumë njerëz, me fjalë, ndonse në shkollat ku ai shkon ose në ambientet ku shkon me fëmijët që takohet e anashkalojnë. Por Noa jeton dhe për më tepër ka rekuperuar shumë. Dhe do t'i them dhe diçka. Shiko, në Kin para disa muajsh e kemi bërë këtë në një emision, por unë dua t'ja u them këtu, në këtë kanal. Bën një eksperiment të çuditshëm me disa derra. Dhe tregohet që pikërisht ata u bazuan, pra studiuesit dhe shkencëtarët kinez, në këto anomali që kanë ndodhur, qoftë të këtij Noas dhe të tjerë, që njeriu mund të jetoj pa tru, ose mund edhe t'i hiqet trurit, ta shkëpusësh dhe ta vendosësh diku tjetër. Dhe në fakt, ata, pra mjekët kinez dhe shkencëtarët, bën një eksperiment. Morën 6 derra dhe u hoqën trurin derrave, për të parë se çfarë do të bënte derri pa tru. Dhe e çuditshmja ishte që derrat vazhdonin që të jetonin.
pa tru. Por nuk mbaron këtu, sepse çfarë bën ata? Ata i vendosën për bri derave, vendosën trurin që të shikonin nëse do të komunikonte truri me trupin. Dhe ajo që ndodhi. Pra truri komunikonte me trupin duke e lidhur me anë të disa le temi disa fijeve, disa telave, për të kuptuar nëse trupi mund të mbijetonte nëse truri ishte shkëputur. Dhe ajo që ndodhi. Bile çfarë bën? Bën një tjetër marrëzi. I morën njërit nga derrat trurin dhe ja vendosën një derri tjetër. Kur ja vendosën një derri tjetër, të gjitha parametrat ndaluan. Pra ndaluan brenda 20 sekondash, parafërsisht, sepse tregohet që shkencëtarët tonë që ne nuk i dim përse ndodhi, por tregohet nga të tjerë, pra nga konspiracionist, që krijimi, pra natyra që thamë më përpara, i jep mundësin një qenjeje që të perospitare, për të mbajtur atë, si më thuash, i fal atë shpirt që ka. Pra nëse atë shpirt që e ka në trup apo ku ta di unë, përcakton atë qenje, pra atë njeri. Ti nëse ja shkëput trurin, pak rëndësi ka nëse ti e lë diku atje, por ti nëse gabon e vendos në një trup tjetër, atëherë ky është gabimi i madh dhe nga ky moment e eliminon. Eliminon që të mos të më marrin telefon. Ndjes duhet të përgjigjesh në telefon. Dhe po thosha, pra eksperimenti që bën shkencëtarët në Kinë vërtetuan edhe njëherë që çdo specie ka qenien e tij, pra përbërjen e tij dhe nuk mundet që ti ta modifikosh ose ta shartosh me diçka tjetër. Është ai dhe kaq. Kjo vërteton për sa më përket mua, pastaj doja t'ju pyesja juve, vërteton në mënyrë të drejtë për drejtë se si njeriu ose qenia, çdo lloj qenie, sepse këtu po flasim për derrat për shembull në këtë eksperiment, është i përcaktuar, sikur të ketë një numër, sikur të ketë lindur në bazë të një urdhri që është dhënë. Sepse si ju thash, për shembull edhe Noa është fakti që tregon që njeriu mund të mendojë që të ketë miliona probleme, por është vetëm natyra, ajo që e di se si nëse ti do të jetosh apo nuk do të jetosh, ose sa do të jetosh dhe si do të jetosh. Pra duket sikur çdo njeri nga ne e ka në ADN, pra e ka në qenin e tij që kur ka lindur, se kush është, sa do jetoj dhe pse do jetoj. Dhe nuk e vendosim ne, duket sikur e vendos diçka tjetër. Pra nëse ne si mund t'ja u them, egoist që jemi dhe kërkojmë me të gjitha mënyrat që të bëjmë eksperimente ose të tregojmë forcën se sa të mençur jemi ose sa të fort jemi, ne prap i kthehemi edhe një herë natyrës. Dhe natyra na tregon në mënyrë rigoroze sekretet e saj dhe limitet e njeriut. Eksperimentet që kanë bërë në Kinë, unë mendoj që janë nga më makabret, sepse çdo specie ka të drejtë që të jetojë dhe ne nuk jemi askush që t'i marrim jetën qoftë një specieje, por qoftë edhe njeriu. Megjithatë, ne nuk na mbetet gjë tjetër vetë se të diskutojmë së bashku për të kuptuar disa informacione. Për shembull, në këtë rast, se si një njeri mund të jetojë pa tru, si është e mundur. Megjithatë, ka ndodhur dhe raste të tjera, por ky ishte rasti unik që Noa kishte vetëm 2% të trurit, e megjithatë u rigjenerua truri i tij deri në 80%. Pres komentet tuaja, çfarë mendimi keni për këtë argument dhe si është e mundur një gjë e tillë, dhe çfarë mendimi keni për këto eksperimente që bëjnë njerëzit dhe për natyrën në përgjithësi. Të mbani mend që ne jemi pjesë e natyrës, çdo gjë e kemi marrë nga natyra. Pra jemi një copëz e vogël e kësaj natyre, mendimin, zgjuarsinë, matematikën, fizikën, shkencat eksakte, çdo gjë e kemi marrë nga kjo natyrë. Pra, ju çfarë mendimi keni? Pres komentet tuaja. Kalosh një ditë bukur shqipe, suksese në çdo cep dhe ju falemnderit që jemi për bashkë dhe më falni që shpeshherë ju lexoj, po nuk mundem që të komunikoj, të shkruaj të gjithëve. Se po t'i shkruaj njëri do t'i shkruaj të gjithëve. Por ju lexoj. Dhe nëse keni ndonjë histori të veçantë, të çuditshme,
më shkruani një mail e keni këtu dhe le ta diskutojmë së bashku. Pres, përqafoj.